Në takimin me punonjës të shërbimit zjarfikës në Durrës, Ministri e Punëve të Brendshme foli mbi forcimin e shërbimit për garantimin e një reagimi më të shpejtë e më efektiv në çdo situatë emergjente. Në takim ishin edhe kryetari e Bashkisë së Durrësit, prefekti dhe drejtori i përgjithshëm i shërbimit zjarfikës. Vera që lam pas e tregoi sa e rëndësishme dhe e domosdoshme është që ne të kemi një shërbim ndërhyrje shpëtimi emergjencash që i përgjigjet sfidave. Tani kanë filluar edhe për shkak të ndryshimeve klimatike të jenë të prezente, të jenë të paparashikueshme, jo pa qëllim janë emergjenca dhe që patjetër kërkojnë që të kemi ekipe që i përgjigjen në kohë, me gatishmëri, me profesionalizëm situatave të tilla. Ne kemi shërbimin zjarfikës tashmë të decentralizuar, pra në nivel bashkie të organizuar, kemi në Ministrinë e Punëve të Brendshme një drejtori të përgjithshme rregullatore e cila kujdeset për standardin e këtij shërbimi, po ndërkohë ajo që u evidentua është fakti që kur vjen puna tek zjarre masive që ndodhin në bashki të vogla, si Bashkia e Finiqit, për shembull, apo Leskovikut, apo janë të pamundura që me kapacitetet e tyre ta përballojnë një zjarr masiv. Ministri është shpreh se nevojë primare del riorganizimi i shërbimit zjarfikës si dhe emergjencave civile. Për të patur një mekanizëm koordinues me qëllim mirë administrimin e fondeve, rialokimin ashtu siç duhet të mjeteve në dispozicion për të ndërhyrë në ato zona pra që mund të jenë dhe në bashki të vogla dhe për të shpëtuar jetë e për të shpëtuar mjedisin. Sigurisht që puna juaj është e fokusuar shumë edhe tek ato që quhen emergjenca urbane, secili nga ju në të përditshme, në përditshmëri ndihmon edhe në emergjencat urbane, në nevoja që mund të kenë familje ndryshme apo në përmbytje dhe ju jeni aty pikërisht edhe me eksperiencën dhe me ekspertizën, por edhe me profesionalizmin tuaj, bën një punë të jashtëzakonshme për këtë dhe për këtë shërbimi zjarfikës në bashki është për t'u lavdruar, ka funksionuar jashtëzakonisht mirë, por siç e thash, e rëndësishme është që ta ngrem tani dhe një mekanizëm koordinues mes bashkive në nivel rajonal për t'u përshtatur pikërisht këtyre emergjencave që vinë në ato bashki të cilat nuk i kanë për hir të vërtetës risorset e duhura. Ajo foli edhe për nevojën e një reforme pagash në shërbimin zjarfikës. Dhe po janë pagat, që është një stimul incentivues dhe motivues, se patjetër njerëzit vinë në punë dhe kanë nevojë të kenë incentivat financiare të mjaftueshme për t'i motivuar që të bëjnë punën ashtu siç duhet, kështu që edhe në këtë drejtim jemi duke punuar për të bërë një reformë pagash në shërbimin zjarfikës. Ajo që unë dua dhe i kam vënë vetes qëllim është që syt të drejtohen nga ju jo vetëm kur ka një rast emergjence apo një nevojë për profesionalizmin tuaj, po të drejtohen çdo ditë vitit. Dhe pikërisht për këtë, qeveria shqiptare është angazhuar që ta bëjë këtë plan veprimi konkret, të zbatueshëm, shumë shpejt. Koçiu foli edhe për trajnimin e vazhdueshëm sipas protokolleve dhe standardeve europiane, ku theksoi se do të ngrihet akademia e trajnimit për të gjithë emergjencat civile.